Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Nderi dhe kënaqësia është kur ballafaqohem me njerëz të botës të artit, me shkrimtar, me njerëz që kanë punuar me shumë vite. Ndera sot do të jetë të kem në studio Rustem Berisha. Është autor dhe studius shqiptar, i njohur për kontributin e tij në fushën e studimeve historike, kulturore dhe publicist me tekst të veçantë në çështje kombëtare shqiptare, historike, historinë e Kosovës dhe figurat të rëndësishme të rezistencës shqiptare. Rustem, përshëndetje dhe si e ke atë Kosovën e bukur atje? Përshëndetje për ju dhe për gjithë mërgjimtarët tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po mendoj që Kosova është mirë, po dhe duhet gjithmonë çdo bisedë me falënderu përzemërsisht kontributin e mërgatës tonë në Amerikë, se me të vërtetë mërgata jonë ka qenë gjithmonë ashtu si e ka kërku momenti dhe koha gjatë gjitha rrethonave historike me kontributin e vet të veçantë dhe dallum prej krejt mërgatës në anën mban globit. Pra, kam dëshirë veçanërisht edhe kam një konsiderat veçantë për mërgatën tonë dhe i përshëndes gjithë mërgjimtarët tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për publikun tonë kishim pasën dëshirë sa të qoftë të na tregoni nga origjina edhe ideat e tua, puna, si ka fillu edhe. Po, shiko, mendoj që shumica familjeve shqiptare, rrugtimin e tyre historike kanë lidhur me fatin e historisë së kombit tonë. Edhe familja ime ka prejardhën prej Malsis, pra Malsis mbi Shkodrës, prej Arxhanice, ku në fillim shekullit 19. Përsëris fillim shekullit 19 i kanë masakru komplet familjen deri në një fëmijë që kanë vjetu. Edhe prej atëherë është ardhur në rrafsh Kosovës në Dugazjen, ku edhe jetojmë edhe sot. Unë kam fillu, si gjithë të rit, kam fillu shkollimin këtu në vend lindja dhe në qytetin ku kam vazhdu shkollën e mesme, studimet i kam vazhdu në Universitetin e Prishtinës, studimet i kam edhe shkollimin para luftës, pas luftës kam fillu, edhe pse si student kam fillu të merrem me shkrime, pas luftës po merrem aktivisht me hulumtime historike dhe me kryesisht me temën e gjenocidit dhe asaj çka ka ndodhur mbi popullin tonë, sepse po të fillon me një studius serioz në këtë drejtim, besoj që ka të vështirë mundal, sepse ka çka të hulumtoj gjatë gjithë jetës tina, edhe në qoftë se jeton jo 100 vjet, po 200 vjet, sepse e vërteta e dhëmshme kombit tonë, mendoj që ende as nuk është dokumentu, as nuk është studiu, as sa duhet. As çka kem përjetu ne si popull. Jemi, moj me thoni, vetmi popull në historinë e njerëzimit që kemi përjetu 200 vite gjenocid të vazhdueshëm pa u ndalë asnjëherë. Dhe kjo meriton me pas një kujdes të veçantë nga çdo studius, me u dokumentu, edhe me u studiu në mënyrën shkencore, edhe me u paraqit para opinionit ndërkombëtar, me njoft vërtetën tonë historike për fatin tonë që kemi kaluar si popull ne. Ju përmendet luftën. Si i ri, ndoshta keni qenë edhe i ri, se zakonisht njerëzit shkruajnë gjëra që i përjetojnë, por edhe shumica shkruajnë edhe përjetimet e gjyshëreve, të baballarëve, të njerëzve tanë që kanë qenë edhe më hershëm. Si u lind ideja që ju të shkruani dhe të jeni një hulumtues, një studius, edhe nga erdhi ajo, përjetimet e tua të luftës kanë qenë të vështira? Po, sigurisht, unë me shkrime jo marrë, domethënë sikur gjithë njerëz që kanë lindur me një talent prej natyre, me qenë krijues, kam botu librin e parë si student, vitin 1994, përjetimet e luftës normal që kanë ndiku, po pas luftës, kur kam filluar fillimisht me hulumtu sadopak edhe me dokumentu krimet, në vazhdimsi e sipër ty hulumtu, kam pa që edhe ne, ndoshta për dikon është pak duket jo edhe ne vlerësim i mirë, një konstatim jo i mirë, po ne nuk e njohim të vërtetën tonë historike që kena kalu si kom. Sa ma shumë që kom hulumtu rreth krimeve që ka ndodhur mbi popullin tonë, unë e kom pa një të vërtetë që na nuk e kemi të dokumentum
të kalumen tonë historike, sepse mbi popullin tonë ka ndodhur një genocid, jo vetëm luftat ballkanike, jo vetëm para luftave ballkanike, po edhe pas luftave ballkanike deri në luftën e fundit të Kosovës, genocidi serb, sidomos genocidi serb mbi popullin tonë ka qenë i pandalur asnjëherë. Edhe ajo më ka shtyr dhe më ka preokupuar dhe më preokupan edhe sot që të merrem vazhdimisht me këtë temë. Sa është e lëshme për juve që të hulumtoni gjanat e vërteta, se duhet gjithmonë për të shkru diçka, për të deklaru diçka, duhen të jenë faktet edhe gjanat shumë reale. Vështirësitë sa janë? Shiko, sot për një studius po t'i lejon është gjitha obligime tjera familjare dhe kontributin që i takon me dhonet, merret me hulumtime, me të vërtet është e rëndë se po shqyqase arkivave dhe kombëtare dhe ndërkombëtare nuk mundesh me faktu dhe me dokumentu për shembull të vërtetat historike. Ajo është arkivat, hulumtimet shkencore nëpër arkiva, nëpër institucione janë domosdoshme. Është e vështirë, po unë du me cek, deshta edhe në fillim në hyri me thonë, kom pas një fat veçantë sepse kom pas një mbështetje të jashtëzakonshme nga mërgjimtarët tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe komplet puna ime prej pas lufte që e bëj është kryesisht e mbështetne nga veprimtarët tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po e them kështu me një të vërtet reale, të pa kontestueshme, që unë kom pas një mbështetje dhe gëzoj një mbështetje të jashtëzakonshme dhe kjo për mua është një lloj detyrimi me punu dhe mos mund dal, sepse mos i nuk e kam atë vështirësi që mundet me pas çdo studius, unë e ndi obligim edhe ndi detyrim me vazhdu punën, mbasi nuk më ka mungu deri sot mbështetja nga veprimtarët tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi pa edhe këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me qenë se s'keni qenë ju prezent, librat e juaja janë këtu, edhe kam kënaqësinë që t'ju përshëndes në emrin e zonjës Kozeta Zylo. Posa që pa postimi më dërgojnë një foto që kanë bërë promovimet e librit të juaj këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë genocidit edhe masakrave tonë në Kosovë që kanë qenë përpara. Edhe vështirësitë tua për të bërë një libër edhe për të shkruar koha dhe sakrificat. O shiko, vetëm libri që është në 3 vëllime që është bë promovimi në New York nga shoqata Skënderbej, më ka marrë një kohë 15 vite hulumtime, që është një projekt që nuk mundet mu arrit si projekti individual është problem me mu finalizu, po unë po e thom prap, kom pas një mbështetje të jashtëzakonshme nga shqiptarët në Amerikë dhe kom pas edhe një mbështetje të jashtëzakonshme nga studius të anën bon, sepse kom pa bon një lloj arkitekture ti projekti ku në çdo qytet në për Kosovë edhe në disa qytete të Shqipërisë kom pas bashkëpunëtor cilët më kanë ndihmu për me finalizu një projekt që është në 3 vëllime, përmban mbi 1000 dokumente, është mbi 2000 faqe, përmban mbi 30.000 persona që nga viti 1890 që janë ekzekutuar. Domethënë është një projekt pak i veçantë që për mua më bën krenar mos i kemi arrit me finalizu. Përshëndes edhe zonën Kozeta sepse kom pasur një mbështetje edhe nga mediumi tyne, po edhe shoqata Skënderbej në krye me drejtuesit e bordit tash Bashkim Shehun dhe Fatën Zogjanin kanë qenë jashtëzakonisht aktiv edhe jashtëzakonisht kujdesshëm, sepse nga ta ka lind edhe iniciativa për mu përkthy ky libër në gjuhën angleze. Është ty përkthy Ernest Pahiu, është pothuajse është përkthy mbi gjysa e volumit, se është libër në 3 vëllime. Është në përfundim e sipër, presim me u botu edhe në gjuhën angleze, po them vështirësitë është problem edhe me i rendit vështirësitë, po unë gjithmonë ndjej, po përsëris prapë ndjej atë detyrimin edhe ndjej një forcë pozitive kur kam një mbështetje nga njerëz tonë për këtë projekt, kam pas një mbështetje të veçantë nga veprimtarët në Michigan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos në krejt gjatë gjithë këtij rrugtimi e kam pas pothuajse bashkautor një veprimtar të madh çështjes kombëtare, zotin Rogdet Vukaj, i cili fatkeqësisht që një vit nuk jeton më, një vit e 7 muaj, po kam pas mbështetje të pa rezervë edhe nga veprimtar në New York, në Michigan, në Washington, në shumë shtete në qendra
të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe të Europës, po ata të Amerikës kanë qenë më të përkushtuar, më të afërt edhe kanë qenë mbështetës përhershëm. Pra po dalë mbrapa po kthehem edhe nga ju erdhi ideja për të përmbledhur edhe nga filluat, nga cilat vende filluat që të filloni të shkruani. Shumica e njerëzve kur shkruajnë diçka kanë një sprov, për shembull, kanë një gjë që e kanë kaluar në familje dhe këto edhe i thot vetë pse mos të shfaqet në botë, pse mos tregohet. Zakonisht ju e dini edhe vetë mediat përpara në 99 kanë qenë dhe kanë filmuar dhe kanë i ruajnë disa dosje i ruajnë. Por kjo e juvja është shumë interesante mund të them pse, sepse je njeh ngjarjen. Edhe si ka qenë ajo përmbledhja dhe prej kohit ke fillu që ti grumbullosh këto farë që kemi pasur, masakrat e gjithçka që ke vendosur në libra aty. Shiko, arsyeja një ndër arsyet është edhe përjetimi i trungut tim familjar, se thash, familja ime i rrjedh nga një person i mbijetuar dikun në vitet 1830 në Arxhanic, domethënë Arxhanic pjesën e Malësisë, ku i kanë parë në atë kohë gjithë familjarët e mi, dhe ajo ka qenë një lloj shtyse morale për arsye se njeriu e ndin edhe obligim jo veç kombëtar, po obligim njerëzor, dhe e dyta ka qenë, thash, çdo hulumtim njeriu që merr seriozisht me hulumtu të vërtetën tonë historike e sheh që na si popull kemi përjetuar gjenocid në gjitha pothuajse në gjitha periudhat historike, sidomos nga viti 1877, kur u bën pastrimi etnik i krahinës së Nishit, kur janë pastruar etnikisht me gjenocid mbi 700 fshatra shqiptare, edhe pse ka qenë perandoria osmane në Ballkan, po serbët e kanë shfrytzuar dhe prej asaj kohe nuk ka pas ndalur, edhe pse serbët e kanë organizuar, e kam cek edhe në libër, 1832 ekziston elaborati i parë i shkruar, elaborati i parë gjenocidal i shkruar, duke vazhduar me dhjetra elaborate. Historiani Akif Bajrami i rendit mbi 40 elaborate, po përsëris prap. Po që e hyn një studiu serioz me pa vërtetën tonë historike, atëherë domosdoshmë që ka me ndi obligim me faktu të vërtetën, se është edhe mungesë, ne sot ende nuk kemi institucione kredibile që o dashmë themelu për shteti me u marrë me këtë punë. Tash edhe sa herë je për lot gjatë shkrimeve, sa herë ke pa vetën që... E the mirë që ta nuk e di si me ta pason ty ndonjëherë, se po më çudit, po me të vërtet me qindra herë. Po të them sinqerisht, sidomos me këtë projektin që e kam punu, qysh më thonë, ju betohem se me qindra herë, sepse ka gjana shumë të mërshme që i kemi përjetuar dhe është e vështirë me kujtu, edhe ka dokumente, dëshmi dhe fakte që ndoshta edhe pse i kam qenë në libër, nuk kam mujt 2 herë ose 3 herë me i shiku pe të merret që kanë përjetu populli jonë. Është me të vërtetë është e rëndë, edhe sot për sot muj me thonë kështu lirisht, kam tjetë ndjeshmëri shpirtërore për shkak të kësaj pune, se jam shumë e ndihshëm shpirtërisht, jam krejt me një botë tjetër, se është temë shumë e rëndë, është shumë e rëndë. Me qenë se ne po bisedojmë rreth librit, rreth shkrimeve të juaja, anë kisha pas dëshirë sa do qovë për publikun tonë me i ditën disa, ndoshta me najcek edhe disa raste kur ke shkruaj tërë dhe ka qenë ndoshta dhe të miri më i madh që edhe ndoshta dhe si thash përballimi i të shkruarit ju i ka qenë shumë i shqetësuar. Edhe mund të na thoni se për 15 vite ke çka flet, ke çka tregon për 15 vite që ke shkruar, edhe ke hulumtuar. Jo, për me fol, shiko, unë shpesh herë edhe këtu të ne në televizion ju thom, kur të hym këtë temë, me të vërtet kam dëshirë të jepet hapësira se ka çka me fol. Po këtu kam shumë gjona që mbetin në krye dhe nuk me eken kurrë ato. Po për shembull rastet kur gjatë luftave ballkanike i kanë mbledh popullsinë, edhe i kanë shtin objekte edhe i kanë djeg gjallë. Sidomos rrethina Dibrese, rrethina që në përgjithësi këto që i kanë gjatë luftave ballkanike
Serbt i kanë mbledh popullsinë civile, gra, fëmijë, plec, i kanë shtin objekte, i kanë mush ato objekte edhe me gjona tjera si me kashte, me kësi, edhe i kanë kallë për zjalli. Ka raste në pjesën e Dugazhinit, kur i kanë lidh njerëz me sinxhir rreth sonave në përfshatra, edhe i kanë shtin flakën, domethënë i kanë djeg për zjalli. Ka x raste dhe forma tjera që edhe në periudha tjera, jo vetëm luftat ballkanike. Për shembull e kam një rast në kujtesë se nuk më hiqet kur në rrethinën e Istogut, te ne është met ajo fjala aksioni i armë në 1956, domethënë koha e Rankovicit, që i kanë thonë kur njeriu e gjallë e kanë shti kokën në stufë derisa e kanë myt. Ka raste kur pjesën e Rrugovës 1918, 1919, 1920, 21, kur i kanë djeg dhe i kanë shpërthuj me bajoneta gra dhe fëmijë. Dhe më thonë janë tu. Rastet e luftës fundit është një masakër e rënë në Pej, ku o bon, edhe këtë masakër e ka dokumentu gazeta amerikane, po atër pastaj është përkthy këtu të në gazeta në kohën ditore, me lexu për shkrimin që i kanë dhënë, rrethimin që i kanë dhënë paramilitarët para gazetarëve amerikan, është jo i tmerrshëm, po është nuk e di ç'është me përshkruar, shumë i rëndë me përjetu, domethënë do të më pas një forcë të jashtëzakonshme shpirtërore me përjetu. Është tjetër një fejton, po ashtu i botum në gazeta gjermane, kur paramilitarët serb ju kanë dhënë gazetarëve gjerman dhona ç'është kanë masakru fëmijë, kur një paramilitar rrefen para gazetarëve gjerman qysh kokën ja ka dërmu një fëmijës me çekan, domethënë mos e ka myt, ka bon, domethënë krime morbide, që nuk mundet me i marr me men logjika shnosh njerëzore. Po ato fatkeqësisht kanë ndodhur mbi popullin ton, edhe mendoj që është edhe një fatkeqësi tjetër që nuk kemi arritë ende me pas në Kosovë, një muze të gjenocidit ku mund ta shohin gjithë ata që vizitojnë Kosovën për krejt bote. Dhe është edhe tjetra fatkeqësi pse ne nuk kemi arritë ale para botës me i dëshmu, jo në kuptimin e propagandës, po në kuptimin e pasqyrës së të vërtetës, me dokumentu me libra, me dëshmi, me fotografi, me në lloj prezantimi në për qendre tjera. Tash jemi të ju bon përgatitjet me shoqatën Skënderbej me bon një ekspozit në Amerikë, me dëshmi dhe fotografi, ata janë ty e kanë marrë shumë seriozisht. Zoti Bashkimshehu dhe Faton Zogjoni janë ty bo përgatitjet, po thuj që një vit jemi ty punu në këtë drejtim, dhe mendoj që është domosdoshme para opinionit botnor mu paraqit sa ma shumë fakte dhe dëshmi të vërtetës tonë. Ato janë fotografi kështu që do t'i paraqitni këto në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po sa mirë kishte qenë që të jepet mundësia që të bëhet dikon edhe nga afër shtëpisë të bardhë aty, se ka edhe mundësi edhe atje ose në konsulat ose ndonjë vend tjetër atje në Washington, edhe në disa kryeqytetet të mëdha këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç janë në Detroit, Chicago, Bostoni, New York. Është mirë që të bëhet një turne dhe të shfaqet. Unë e di para një viti më duket, aty kanë qenë një pjesëtar me disa fotografi të masakrave të Kosovës. Aty ka qenë në prezent Lustaçi, e di që kanë ardhur prej Kosovës. Edhe me të vërtetë unë kam edhe atë materiale kam të ruajtur këtu që kemi bërë xhirimet, edhe kështu që sa më shumë të informohet. Do dalmi prapë te libri juaj. Libri juaj thotë se ju është botuar në gjuhën angleze apo po pritet të botohet? Jo, në gjuhën angleze ale nuk është kry përkthimi, edhe tash është ty punu Amnes Pajo, ambasadori Amnes Pajo me përkthy, edhe ajo është ty punu që një kohë, dhe kur përfundon përkthimi presim që të botohet anglisht, dhe prapë po dalte kontributi zotit Faton Zogjani që është New York, është aktivist në shoqatën Skënderbej, udhëheqin bashkë me Bashkimshehu shoqatën Skënderbej, ka vënë kontakte me disa intelektuale amerikan, edhe presim, edhe është ty angazhu me u botu të një botus amerikan, do më thonë me u botu të një botus amerikan, sepse zoti Zogjani ka bo përgatitje që një delegacion amerikan të vinë shpejt në Kosovë, presim prill me pas një konferencë ndërkombëtare të gjenocidit, dhe ajo do të na lidhet edhe me punën e librit, po edhe me
ardhen në prezentimin e dokumenteve dhe fakteve të krimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në disa centra që i përmendet edhe ju, ai po thuaj se është skenari, sikur me jo pas shpjegu zoti Faton, është skenari ku ka me u bë paraqitja dhe prezantimi i shumë fakte dhe fotografive të krimeve nëpër Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në disa centra, prej Washingtonit, New Yorkut, Michiganit dhe ta shohim tash si do të bëhen përgatitjet. E sa është mirë pritur ky libër në duart e familjeve që kanë humbur të dashurit e vet gjatë luftës, edhe si i merrni ato komplimentet ose si i merrni ato gjanat e vërteta që ja u thonë, je keni bë bukur, keni bë mirë, apo si janë danë të kënaqur ata? Shiko, libri, une kom ba një punë me përkushtim, thash me përkrahjen e gjithëve, se kam pas një përkrahje prapë përsëris, pa të cilën s'kisha mujt kur me përfunduar projekt. Mirë po, libri është prit shumë mirë në atë kuptimin e çka ofron si temë, se është për thëmë temë shumë e rëndë, është prit jashtëzakonisht mirë dhe është vlerësu aq shumë sa nuk e kom prit kur që do të vlerësohet ashtu, po të thëmë jam krenar në atë kuptimin se mos i kemi arrit me finalizu, sepse shumë nga njerëz, nga mjedise, shumë për shkak të dinamikës së jetës, ndoshta nuk kanë mujt me gjetë as të afërmit nëpër arkiva, që i kom gjetë unë, sidomos në arkivin shtetëror Tiranës kom qëndru me javë, aty ka dokumentacione dhe dëshmi të mëdhaja për krimet në shumë periudha, sidomos nga luftat ballkanike janë me dëshmi, me emra, me fakte, edhe deri edhe në luftën pas luftës dytë botërore që janë bani krim. Një krim po ashtu i rëndë, ku e kanë zhduk elitën e kombit, në përgjithësi në Kosovë e kanë zhduk komplet elitën, sa kanë mrrinj, dhe njerëz që kanë antar, familjar, ose të rrethit familjar, e kanë vlerësu shumë këtë punë, sepse kanë gjetë, ndoshta për herë të parë, du me përmend një rast kur një malsor më ka shkru në pjesën tash që fatkeqësisht mbon në zi, sa nuk i kem gjetë, s'kem has me i gjetë disa të rrethit familjar që janë ekzekutuar në 1943-ën. Dhe për pak momente ja kom gjetë në vëllimin e dytë, ku i kom pas dokumentuar gjithë prej arkivit Tiranës. Do me thonë, janë dëshmi prej arkivave dhe prej dokumenteve, dhe ka të cituar edhe shumë studius ndërkombëtar, ndoshta 100 studius, jo vetë Dit Durhame, Trotski e tjerë, që kanë shkruar për gjenocidin shqiptarët, po flas studius të huaj që kanë shkruar. Atë ne kjo është një dokumentim me rëndësi, që është në interesin tonë, jo vetëm timin si autor, që mu prezentu edhe para opinionit ndërkombëtar. Do të dim se këto libra ku gjinden, edhe a mund të blehen, apo nëpërmes Amazonit, apo ku mund t'i gjejnë njerëzit, që me të vërtet të duhet suport? Po tash jemi ty bo përgatitje, nëse mbasit përkthehet me editu edhe në Amazon, sepse për momentin jemi kes për libra, se nuk kam asnjë bile shumë, edhe në televizion e Tiranës shumë nuk s'kam mujt me realizu disa misione për shkak që kemi mungesë libra, jemi ty prit me pas me ju ofru librat edhe në për institucione, sidomos jam interesuar në për institucionet ushtarake mas pari në Tiranë, në Prishtinë, bibliotekat e ushtrive tona të t'i kenë edhe njerëz i hierarkisë ushtarake t'i kenë ta shohin, sepse me të vërtet mendoj që ndikon vetdijen e përgjithshme si popull, po sidomos njerëz të institucione. Po tash ti presim me pas një ribotim të ri, mbështetje, tash për këto projekte tjera që i kam gatshme jam ty ju kërku, po besoj që do të kem mbështetje, nuk jam prej atyne që kam vetëm për anën tjetër, po besoj që mbështetjen nuk na ka mungu asnjëherë, dhe tash do të kemi mbështetje për me pas një ribotim, sepse nuk kem libra. Edhe në Amerikë kanë ardhur një 7-8 herë, vetëm New York, edhe në Michigan, edhe në Washington disa herë. Tash ta shohim, po presim me bërë botimin e radhës. Nëse libri botohet në gjuhën angleze, çka do të pritni prej pjesëtarëve të ndryshëm të huaj që janë amerikanë ose gjermana, pa marrë parasysh, se ndjeni se ju vetë keni shkruar, vetë keni hulumtuar, edhe
Zakonisht ju e dini dhe vetë se sa janë të prekur këta njerëz, domethënë për këto gjenocidet e këqija. Kështu që si e mendoni? Se është mirë ta mendosh edhe si të vjen në vijim. Po mirë dhe unë vetëm mirë, shumë mirë e bane një hyrje, mendoj se ka mu përjetu të ata njerëz, të studiu serios, më po thamë të një auditori i huaj, jo të shqiptarën, të një auditori i huaj, të njerëz të huaj, ka mu përjetu shpirtënisht faktet që janë aty që dëshmuan. Dhe ka me ndiku shumë të njerëz me njoft një të vërtet që e kemi kalu ne si popull që nuk ka deri me sot. Asa kom shbetu edhe kom lexuar, nuk kom pa një rast të dytë një popull në historinë njerëzore që ka të kaluar që e kemi na. Edhe mendoj se cili, amerikanë, gjerman apo italian apo francez, edhe pse një pjesë e njerëzve që në marrë me historinë e Ballkanit kanë njohuri, nuk është që nuk kanë njohuri për të vërtetën tonë, po tash nëse ofrojmë na jo vetëm këtë librin tim, po librat ngjashëm të kësaj natyre, besoj që ka me ndiku për me njoft, po e thon prap, edhe ata njerëz me përjetu shpirtënisht në shpirtin e tyne një gjenocid që ka përjetu, po prezantimi i dokumentimit vërtetës tonë historike ka peshë të veçantë, është gabim i madh te ne që ka një kujdes shumë të vogël prezantimi i fakteve dhe i librave dhe i dokumenteve, po edhe i paraqitjeve, i ekspozitas, ose edhe i dëshmitarve para opinionit botor. Është mirë që të kemi një përkujdes të veçantë në këtë drejtim. Edhe pse, me thonë të drejtën, Mërgata në Amerikë ka qenë ma kujdesshme, ka qenë ma aktive, ka dhonë ma shumë, ka kontribu ma shumë këtë drejtim, ka pas një përkujdesje ma të veçantë. Unë po them prap, mos kishin qenë veprimtar të Mërgatën e Amerikës, unë nuk kisha mujt me kry këto punë që kam bë. Vetëm që të projektin tim që po e përmenim me fokus të veçantë, ka hyni shumë jashtëzakonisht e madhe sa me bë publike, ndoshta njerëzve mund t'ju duket e pabesueshme, po ka hyni shumë sepse 15 vite o dasht me ulëmtune për arkiva, o dasht me mbledh literaturë, edhe në fund o dasht shtypi ka pas një kost të shumë të veçantë që për me përballu si person është e pamundshme. Kështu që apeli im kish me qenë se ne me konë shumë më të kujdesshëm, shumë më të përkushtuar, me bëni prezantim në opinionin ndërkombëtar, jo vetëm në Amerikë, po edhe në Evropë, në shumë qendra evropiane, kemi marrë disa takime në Prishtinë, edhe ju kam thonë se është mirë në qendra evropiane, në Gjermani, Austri, Angli, Francë, Itali, sidomos qendrat e mëdha ku janë edhe qendrat e diplomacisë evropiane, mu boni prezantim që me njoft opinioni ndërkombëtar ma mirë të vërtetën tonë, sepse propaganda e anëmizve tonë ka qenë aktive gjithmonë, edhe për fat keq është edhe sot aktive. Atëherë, unë dua të them edhe të jam falemnderues me të vërtetë që ishe me mua së bashku këtu, po vetëm një gjë dua të premtoj tani prej studios televizive që kur t'jesh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, besoj që nuk kemi me të lanë vetë edhe si media, kemi me të shoqëru dhe të kuptojnë edhe amerikanët se kush jemi, me qenë se din pak e shumë, por kështu që unë me të vërtetë jam shumë falemnderues që sot kemi gjetën kohë sa do qoftë flitet për këtë gjenocidin e serbo-malezez dhe pushtimin e trojeve shqiptare nga vitet 1800 deri në 99-ën. Kjo është një mrekulli e juja që ju keni ardhën me këto shkrimet edhe do t'jem një falemnderues i madh jashtë mase që ne bisedojmë. Na trego pak në VM, çka mendon në VM? Çfarë do të shkruash më, çka do bash? Po, kam një 2 projekte në përfundim dhe një 2 që janë të gatshme për shtyp, domethënë e kam një projekt që me të vërtetë është pak a shumë edhe kjo si temë që nuk janë marrë studiues sa duhet, e kam temën e zërimit të Serbisë në Ballkan, sepse është çuditshme kur 2 vende, se sot janë shtete, si Malizi, si Serbia, Malizi është rrit 10 herë nga sipërfaqja reale e startit ose të vendit që është rrit 10 herë, ndërsa Serbia o rrit 6 herë, edhe kryesisht janë rrit në dëm të trojeve shqiptare. Ajo është një temë, domethënë është e gatshme për pak muaj pres e përfundoj, edhe kam lugun e Baranit në
përballë hegemonisë serbe, edhe këta që jam në përfundim e si për brenda pak muajve i përgatiti për shtyp, edhe jam ty u përgatit prapë edhe një temë tjetër që është një libër voluminoz që ka të bëjë me projektet shfarose të shqiptarëve, pra është një projekt, edhe ai është një projekt madhor. Këto jam ty marrë me këto 3 projekte tash për momentin, edhe pres që shumë shpejt, domethënë ka fillimi pranverës, të jenë gatshme për shtyp. E presim edhe në prill e kemi edhe konferencën ndërkombëtare për genocidin, e cila është me iniciativë dhe me përkraje të shoqatës Skënderbej në Amerikë, zotit Bashkim Shehu dhe Faton Zogjani, edhe aty jemi të fokusuar, edhe presim një delegacion të veçantë nga Amerika me ardhë këtu, dhe edhe thash edhe më herët, ekspozitën të cilën e kemi ty bë përgatitjet që një kohë gjatë me ardhë një ekspozitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në disa qendra, edhe me pas kontakte me opinionin kulturor, opinionin e shkencëtarëve në Amerikë, sepse Faton Zogjani ka një aftësi të veçantë, ka bërë disa relacione që unë jam i mrekulluar, jam i çuditur, i befasuar me ta, si ka rënë kontakte me shumë personalitete të rëndësishme të jetës akademike, kulturore dhe artistike në Amerikë. Këtu jemi më shumë ty jemi fokusuar dhe ta presim, besoj që kemi me realizu këto që po punojmë. Si që thët, për Fatonin, unë kam mik mirë, Fatonin e di që është një ndër bashkëdhetarët tonë që punon pa ndalë dhe është njëri sinqert, kështu që ju uroj suksese edhe së shpejti të shifemi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe me të vërtet të tregojmë se ja kush jemi dhe ja çka na ka ndodhur. Kështu që unë të falenderoj shumë, edhe ishte kënaqësi ime që ishim së bashku këtu në Noli TV, ku transmetohet në TV Albe dhe në Nimi TV, anë ban, ku njerëzit na shohin dhe sa do qoftë edhe besoj që bashkëdhetarët tonë besoj që nuk do ta humbin suportin ndaj juve se që keni nevojën për se është kënaqësi. Edhe një pyetje kam të shkurt, sa janë rinia jonë shqiptare, shkrimtarë të ri të fokusuar për shkruarjen e rasteve të luftës e gjenocidit e këto sane. Sa jeni të njohur me ta? Shiko, na kryesisht bashkëpunoj me gjithë studiues që merren me këtë temë, po tashti me të thonë drejtën ka pak ka të rinj që merren me këtë temë, sepse është temë me ndjeshmëri të lartë, sidomos me ndjeshmëri të madhe shpirtërore, po ka studiues të ri, ka edhe studiues që kanë dhënë një kontribut, sepse këtu duhet me cek vazhdimisht. Kontributi i studiuesve është një kontribut i jashtëzakonshëm, parimisht po thon pa unal të individ, sepse institucionet shtetërore fatkeqësisht, si institucionet në Tiranë, si institucionet tona pas lufte, nuk kanë pas një fokus të veçantë, nuk kanë pas një orientim ose përkushtim për këtë temë që o dasht domosdo. Vetëm Akademinë e Shkencave ta përmendim Kosovë, për mendimin tim, pavarësisht kush si e merr, nuk ka bën as më të voglin hap që o dasht me bën këtë drejtim. Nuk ka bën. Pse e din ata, po edhe kjo tash metet si bare studiuesve që punojnë në baza vullnetare, po ka një numër të konsiderueshëm studiuesve që merren edhe çdo ditë thuja ka studime, ka publikime, ka dëshmi, edhe besoj që kjo e mbulon atë hapësirën edhe është kontributi domosdoshëm për me vetëdisu pak a shumë kombin edhe brezat që vinë të ardhmen me njoftë të kaluamën tonë historike. Zotë Rustemi, faleminderit shumë. Kënaqësia jonja dhe mirë ndëgjofshim deri në emisionet e radhës së bashku. Besoj që do të jesh këto në Amerikë. Faleminderit shumë edhe nga ju, edhe ju përshëndes juve, edhe si ekip, edhe si medium, edhe gjithë mërkimtarët në Amerikë, sepse unë me të vërtet kam një konsiderat jashtëzakonshme, sepse është e meritueshme për mërgatën tonë, keni një përkushtim, ndoshta largësia, apo nuk e di, po keni një përkushtim të veçantë edhe duhur për atë për Kosovën edhe për të gjitha trojët shqiptare. Shumë faleminderit, me mirënjohje dhe respekt. T'jam mirënjohës përgjithmonë. Faleminderit. Pra të nderuar, shikues dhe dëgjues, ishte kënaqësia jonja që me të vërtetë të shqiptarët tonë nuk e harrojnë vendin e vet, gjithmonë shkruajnë edhe duan që ta shfaqin gjërat që kanë kaluar, genocidet, masakrat, ose ka njerëz që punojnë edhe nuk ndalen. Dua të falenderoj zotëni Rustem Berishën dhe mirë mbeqi deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV, ku mund të ndjekni kanalin 39 dhe në Nimi kanalin 249. Mirë mbeqi deri në radhët e